Janë 72 numra, kushtrim, nëse janë 72 numra me pakica bëhen pa pakicat jo serbe, me pakicat serbe bëhen, domethënë 83. Me numru edhe në nadrashiqe domethënë bëhen 83. Po, 83. Është koalicion shumë. Ama nëse gjithë votojnë për. Mirë, po, nashta kjo është opcioni i fundit i zotit Kurti, se deri tash po shihet që ai nuk është i interesuar me pas koalicion me Partinë Demokratike. Për arsyet të cilat i përmendëm. Edhe Sadiku si ka pëlqyer një koalicion VV-PDK. Që i shëndetshëm është, se ishin zgjidhur problemet e mëdha. Po megjithatë unë e di e kam thonë që është nga fillimi që s'do të ketë koalicion PDK-VV. PDK nuk e voton Albin Kurtin për kryeminist. Po, dhe çaj është problemi i parë. Po i koalicioni s'do me thonë Albin Kurti me kon kryeministër. Po do na Jo, koalicioni do me thonë se koalicioni i VV-s bëhet vetë nëse Albini është kryeminist. Nëse ai kusht atëherë është me kushti është për me prish luajin. Po kushti vetëm është, ti ai ka shë kushtin për kryetar të kuvendit? Po në rregull den, na po thonë për një situatë hipotetike ku letra e dërguar në LDK-s ti jep sinjalin me kuptues që ata janë të gatshëm me hetë. Kryeministrin e ka marrë një parti që është ftuar në koalicion. Po. Historikisht, më krejt zgjedhjet gotika që ashtu ka qenë. E ka marrë Amushi me Rugova, që Rugova i ka pas 40%. Po nuk është rregull i shkruar, po pse vjen dikë një partner të vi me ty, kryeministri aktual Albin Kurti nuk e nshon pozitën e kryeministit ku pedësh nuk bëhet president parti. Jo. Sadik? O hesber nuk e nshon. Vendosja shumë ashtu. Nuk e nshon. Ai nuk po president kryeministrin mos. 2-3 kronë vetëm jo se nuk shoh ai rën. Është pozicion normale me 20% që herë vjen pushtet me koalicion, herë rën opozitë, si këto të tjera të bëhet. Çfarë thoshin edhe për PDK? Është opsionale që ta ndodhi PDK-s. Ja, ndodhi se PDK. PDK-ja vetë çto dikun ka dalë. Çto dikun ka dalë, edhe mashim thoshin. Në përçik vet, domethënë pas një koalicion. Me numër votuesve me përqindje ka qenë më ndryshe, po. Se ka dalë gjithmonë në koalicion. Okej, shko pak me pyetjet e shikuesve, me që jemi në mbyllje. Arsim Rama i thotë kam një pyetje për zotin Gashi dhe zotin Zeqiri. Pse ish opozita nuk po pranon të votojnë në votim të fshehur? A nuk kam besim tek deputetët e partive të veta sa mund të votojnë për apo ku qëndron problemi sipas jush? Thotë se ju dy po ja qilloni nga një herë. E pas ka dhënë për goshën e pas avionit. Sadik për ty e pas ka po. Unë mendoj që PDK-ja Ja qillon gjë. Unë mendoj se partitë opozitore s'po dojnë me shkel kushtetutën, sepse zgjedhja e kryetarit të kuvendit është nisë me votë hapur dhe duhet të përfundojë me votë hapur. Po është procedurë, po më duket çështja. Këta dojnë me shkel procedurat. Po me nuk është sankcionuar me kushtetut. Po pse ata shkojnë me vazhduar me votat hapur apo po dojnë tinës me bona i vjedhje, kështu vjedhje të hojnave xheparosh të marrë një deputet listës sërbske që atje ai ma voton, e unë t'ja lohe LDK-s fojnë që atje një farë deputetit për zrejnë. Edhe në LDK që e votojnë me vonë. Gash, jepja përgjigjen zotërisë se po ja qëllon. Duke Sadiki si ja qëlloj. Jo, Gash, unë tash se na dytë ja qëllojnë. Okej, hajde Gash. Unë mendoj se pikërisht mas pari nuk është jo demokratike se përcaktohet me pikën 4 të rregullores që mund të votohet me votim të fshehtë. 2. Heq as pak nuk qëndrojnë disa mendime, e kuptoj janë qëndrime politike, është krejt legjitime normale me thonë nuk ka demokratike, po harrojnë që sot pornojnë edhe që peshohen me njerë, po demantohet për Bundestagut që edhe votohet me fshehtë. Prandaj shumica e frikës, prapë edhe frika legjitime është mos po na i pinë kush dohonin tinza pitonve, kështu po na thot po, e ku të vjen tinza shihet vlla del aty, mund të jetë edhe listë serbe. Që 2 herë, që 3 herë, o mos i gjell na një kur votohet tinza i VV-s nuk voton, për shembull. Mund edhe ajo të ndodhë. Prandaj, ka vota tilla. Motivi nuk është me nxjerr ata që pinduan tinza, po motivi që është me vendosur mundësinë e votimit vullnetit lirë. Vullneti i lirë është me dorë të lirë. Pyetje tjetër se kemi kohë. Je vullnetor. Pason emisioni Exonës pastaj Hambari, të cilin njoftoj ta ndiqni më njëherë pas pak zonja dhe zotëri. Muzafer Avdyli thot përshëndetje kushtrim dhe të nderuar panelist. Do dua ta pyes zotrin që po thot se vetëvendosja do të ketë rënje. E ka fjalën për Shkumbini, se Shkumbini tha. Pse nuk po shkonin në zgjedhje dhe VV-ja të pësoj humbje?
Shkumbini nuk shkon në zgjedhje, po e ka fjalën për tjerët.